motivi kryesor i partisë është i etabluar edhe në sloganin tonë. Kosova është lodhur nga krizat. Albin Kurti do të na çojë në zgjedhje nëse ka besimin e qytetarëve, edhe në dimër, por edhe në pranverë. Albin Kurti në këto zgjedhje po kërkon viktim, po kërkon gjak. Albin Kurti ka arrit të bëjë dy gjëra që populistë dhe autokratë tjerë nuk kanë arritur dorën zemër. Sepse në të kaluarën autokratë përmes frikës edhe përmes shtypjes, përndjekjes, kanë arrit me rujt pushtetin. Albin Kurti po i bën dyjat. Edhe shtypjen, edhe përndjekjen politike, edhe frikën, por edhe joshjen. Dhe të shpjegoj cilat janë efektet. Konkretisht cilat pra? Cila shtypje, cila përndjekje dhe cila frikë? Po që tregoj, frika në Kosovë kë e ka injektuar për ditës parë. Ju keni pa deklarata sistematike të Albin Kurtit që Serbia është në kufe, Serbia ka më në ra sot, Serbia ka më në ra nesër. Kjo është frika e jashtme. Frika e mbrëmshme, i kemi të gazetarë që marrin pare me çantë prej Serbisë për me sulmu mu. I kemi të parti politike të lidhura me Serbinë, që janë kundër shtetit Kosovës. Kush do që thotë kem rrezik nga Serbia, gjithkusht beson. Do të thonë, por çka ka bërë është kë ka arrit me injektu këtë idenë e destabilitetit, të luftës. Jashtë kem Serbinë, mrana kem Serbinë, çr komandantat po mësulmon. Çka po bën ju për ta dëshmuar kundërtën? Këtë frikë, dëgjoj, kjo frikë çka krijon? Frika e krijon ta suspendon logjikën. Dhe elementi i dytë me cilën ka operuar është joshja. Joshja. Para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve, para zgjedhjeve, domethënë gjatë zgjedhjeve, gjithmonë kë ka përdorur joshjen përmes buxhetit, përmes keqpërdorimit të buxhetit, kundërshtim me ligjin. Shtesa? Me thonë shtesa. Motivi kryesor i partisë është i etabluar edhe në sloganin tonë. Kosova është lodhur nga krizat. Është lodhur nga krizat, nga kaosi i një pasnjëshëm. Dhe ato që kemi pasur 6 vjet, sidomos që 2 vjet, e kemi një njeri i cili ka investuar në mënyrë permanente në krijimin e krizave, sepse kriza është habitati ku ai ja krijon një platformë mos me qeverisë. Ai nuk din me qeverisë. Albin Kurti disa u bë kryeministër, kush puna marr, si ka thonë, kur punë s'ka punu. Kur rrogë, as shtetit, as në sektorin privat nuk ka marr. Ai nuk ka kriju kulturë të punës as në institucione, as jashtë institucione, rrjedhimisht nuk din me qeverisë, ju e keni pa. I ka pas 20 miliard buxhet, as një projekt merret dikon të lëvizëve të vendosë pyetje. Cilat janë 3 projekte më të mëdha që kanë bërë në Kosovë nuk dinë me të numëru. Unë shpresoj që qytetarët e Republikës Kosovës së radhe nuk të japin besim atij që do të na çojë prapë në zgjedhje. Albin Kurti do të na çojë në zgjedhje nëse ka besimin e qytetarëve, edhe në dimër, por edhe në pranverë. Prandaj e vetmja forë për me ndalu këtë ciklin e krizave, këtë ciklin e kaosit, këtë ciklin e pasigurisë është që qytetarët mos ta votojnë këtë njeri më. Sepse po ta votojnë, po të japin fuqi, sot e kanë premtimin, edhe unë ju them që ai njeri ka menaçuar neve në zgjedhje. Në Skenderaj ka ndodhur një inskenim nga dhomat e errta të VV-s, ku nga atë ky skenar është institucionalizuar, është bo skenar shtetëror përmes Sfeqës dhe Albin Kurtit, me shku, me provoku një njeri që është bashkëluftëtar i Adem Jasharit, i cili në Shpigël thot 1998 që jam gjende këtë familjen tem me fliu për pavarësinë e Kosovës, që është i plagosur në luftë, shkojnë edhe i thojnë Sami Serbia. Dhe cila ka qenë tendenca? Kur e ka pa Albin Kurti zotin Mehana, Albini ka qenë njeri maj dëshpëruar në Kosovë. Ai ka shpresuar që ai det do të vritet ose do të plagosë. Albin Kurti në këto zgjedhje po kërkon viktim, po kërkon gjak. Ai pa viktim e pa gjak nuk mundet me bë fushata. Samir Shtaku nuk është individ. Kur i thu ti Sami Serbia, i thu krejt drenicës se jeni me Serbi. I thu Adem Jasharit, i thu Ladrovcit, i thu të tonëve që jeni me Serbi. Sepse ai përfaqëson një popull atje, përfaqëson një epokë dhe një periudhë.